Në këtë situatë që jemi, mund të themi se ka shumë të papritura kjo seancë dhe ka shumë mundësi të cilat nuk i parashikon askush. Nuk jemi emancipuar sa duhet demokratikisht dhe politikisht për të kuptuar momentin e pikrishëm, rëndësinë e momentit, konstelacioneve gjeopolitike që po ndodhin dhe rreziqeve që mund t'i kemi. A është e dyta apo e treta nuk ka rëndësi, mund t'ja ofroj presidentit. Ka shumë të papritura dhe të paparashikuara që mund të ndodhin. Për arsyeën e parë sepse rezultati zgjedhor i zgjedhjeve të fundit në Kosovë nga ana e votuesit ka orientuar edhe pozitën, pra atë koalicion qeveritar që ishte në qeverisje për 4 vjet, edhe opozitën e deritanishme, në një pozicion, pat pozicion, po të shpreheshim me fjalorin e shallët, ku mënyrën më themi milimetrike e ka matur dhe ka rezultuar meritën që kanë pasur gjithësisht, mos meritën, që kanë pasur qoftë pozita, qoftë opozita. Pra, në këtë situatë që jemi, mund të themi se ka shumë të papritura kjo seancë dhe ka shumë mundësi të cilat nuk i parashikon askush. Por ajo që do duhet ndodhur, nëse më pyetni që është interes të qytetarit të Kosovës sot, është që subjektet politike, pozitë, opozitë, të gjitha bashkë, ato që kanë fituar vende në Parlamentin çdasht, dhe ka kohë ende që të bashkohen dhe të bëjnë një qeverisje me bazë të gjerë, një qeverisje të unitetit, sepse ka shumë antagonizme, ka shumë hatërmbetje, ka shumë inate, ka shumë synime dhe qëllime politike, për pushtet dhe jo vetëm, për një fjalë goje madje. Prandaj ne fatkeqësisht po dëshmohemi edhe kësaj radhe dhe kjo është poenta mbase ose do duhet ishte poenta pika referuese, shtyllmbajtëse e kësaj bisede dhe veprimi që do duhet të bënin subjektet politike. Ne ende nuk jemi të vetëdijshëm sa duhet, ose nuk jemi pjekur sa duhet, nuk jemi emancipuar sa duhet demokratikisht dhe politikisht për të kuptuar momentin e pikrishëm, rëndësinë e momentit, konstelacioneve gjeopolitike që po ndodhin dhe rreziqeve që mund t'i kemi. Vendimi i gjykatës kushtetuese është që tash është zgjerimi i kushtetutës, është thënë qartë dhe interpretuar atje dhe ashtu do duhet ishte, do ta kuptojnë këto parti kontraverzat e tyre, që kanë mundësi kushdo që pas partisë pare cila mund dështojnë në 10 ditë pas mandatimit, atëherë që mund t'i bëj 61 vota plus, a është e dyta apo e treta nuk ka rëndësi, mund t'ja ofroj presidentit dhe presidentja e para, që do thot pas kësaj, mund ta bëj qeverinë